Si është puna e dashnisë? Puna e dashnisë është shumë interesante, por duhet me ditë herë se dashni dohen në dy kategori. Ka dashni hyjnore edhe dashni njerëzore. Dhe këto ndryshojnë thelbësisht. Nuk e di a keni vërejt ose a jeni dakord me mu, por dashnia për Allahun, sa ma shumë që të shtohet, aq ma shumë qetësi dhe kënaqësi ke. Aq ma shumë të shtohet paqja dhe kjo dashni nuk ka pik, nuk ka fund, është dashni e pafundme. Kurse dashnia njerëzore është ndryshe. Kur ti fillon me dash një njeri, kur je në njohje e sipër dhe kur është dashnia në rritje, të jep kënaqësi e lumturi edhe fluturon. Pra ti fluturon prej qef, fluturon prej gëzimit, fluturon prej dashnisë. Ama kur arrin pikun, kur arrin majën më të lartë, aty fillon sprova, sepse dashnia ka sprovë. Aty fillon dhimbja, sepse dashnia ka dhimbje. Aty fillon mallin, aty fillon djegjen, aty fillon edhe ftofjen. Pra dashnia njerëzore, sa ma shumë që të shtohet, aq ma shumë të mënon. Prandaj kanë thënë mistikët e Islamit se dashnia e përkohshme duhet me çu të dashnia e përjetshme. Dashnia për njeriun duhet me çu të dashnia për Allahun. Pra, nga Leila te Mevlaja. Eyvallah.